Muajin që lan pas muaj mars është muaj i epopeve të rëndësishme në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Epopeja UÇK-s, epopeja Dugaxhinit, po pashtu janë përvjetore të masakrave të kryera në Kosovë nga regjimi serb. Dje kryeministri Kurti ka qenë masakrën në Lubeniç, para disa dite ishim për të ndëruar viktimat në Beleg të Deçanit, ku ende ka të pagjetur. A kemi të drejtë ne si shtet të fim këto viktima? Nuk kemi të drejtë. Ne po bojmë pa drejtësi. E po m'vjen keq se në çfarë drejtje ka ra kjo qeveri. Për një rezolut e cila nuk është politike, për me mbrojt vlerat e luftës, kemi kësi kundërshtime se ku të vendoset në rendin e ditës një rezolut e tillë. Atjet në fillim, atjet në fund. Unë për e lutë Andën Hotin, si minister. Andën, bëni një ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës. Takon, si djali Ukshin Hotit, njëri që ende nuk është gjetë dhe nuk dihet për varrin e tyre, ashtu siç dihet edhe për shumë viktimat e tjera. Historia të nderuar ju të qeverisë, po dhe qytetarët të Kosovës nuk ndryshohet. Nuk mundeni me ndryshu me këto linçime që po i bëni edhe me këto organizime që po i bëni. Tërhiqne edhe librin për masakrat në Kosovë të Shkelzëngashtit, i cili ka shkruar të pavërteta që është financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, e që ai libër është shpërndar në për vende të tjera. Domethënë vetë shteti i Kosovës ka shpërndar libra me të pavërteta për të prezantuar një të pavërtet në vendet e ndryshme të Evropës. Morre dhe sot është dorë të votohet kjo rezolut, po edhe ta sjellin sa më shpejt ligjin për mbrojtjen e luftës.